Një shpërthim i fuqishëm tronditi sot zonën e Perashit në Shkodër, duke i marrë jetën Hysni Ymerit, 67 vjeç. Ngjarja ndodhi paraditën e së hënës rreth orës 10:10 në hyrjen e pallatit ku banonte Hysni Ymeri. Pas shpërthimit, 67 vjeçari u transportua menjëherë në spitalin rajonal të Shkodrës, por fatkeqësisht nuk mundi të mbijetoj plagëve të marra në kokë dhe trup. Hetuesit e policisë dhe njësia antiterror kanë nisur një hetim të thedhuar për përcaktimin e shkakut të shpërthimit. Fillimisht dyshoi se mund të ketë qenë një sasi lëndë plasëse, por pas inspektimeve të detajuara nuk janë gjetur mbetje eksplozive në vendngjarje. Mikët thanë se viktima kishte djegje në krah dhe kokë, që tregojnë një ngjarje të shkaktuar nga rrymë elektrike. OSHE-ja sqaroi se linjat e energjisë elektrike nuk mund të shkaktojnë një shpërthim të tillë, duke përjashtuar aksidentin elektrik si pistë vetme. Familja Ymeri ka një histori të njohur ngjarjesh të dhunshme. Vëllai i Hysni Ymerit ishte i përfshirë në një vrasje në vitin 95, ndërsa mes dy familjeve kishte arritur një pajtim. Në vitet e fundit, konfliktet të tjera kanë tronditur fisin, duke përfshirë vrasje dhe vetvrasje të afërmve. Kjo e bën pistën e akmarrjes një nga mundësitë që hetuesit po e shqyrtojnë me kujdes. Sipas burimeve, Hysni Ymeri ishte nisur për vizitë te bashkëshortja e tij në spital, e cila ndodhej aty për shkak të sëmundjes, dhe pasi kishte pirë një kafe me miq të lagjes, kishte hyrë në pallatin e tij, në katin e parë ku ndodhi shpërthimi i fuqishëm. Dëmet materiale ishin të konsiderueshme, duke përfshirë shkatrimin e panelit të matësve elektrik dhe dëmtime të strukturës së shkallëve të pallatit. Policia dhe njësia antiterror po vjojnë hetime duke shqyrtuar të gjitha pistat e përfshira: aksident elektrik, lëndë plasëse dhe konflikte të mëparshme familjare. Ekspertiza mjekoligjore do të jap konfirmimin përfundimtar për shkakun e vdekjes, ndërsa autoritetet paralajmërojnë se çdo pjesë do të ndiqet deri në zbardhjen e plotë të ngjarjes.